Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka caktuar për më 13 korrik seancët në të cilën do të votohen ministrat e ri të kabinetit qeveritar. Gjatë kësaj seance do të shkarkohen ministrat e vjetër, do të shkarkohen dhe zëvendës ministrat të dikastereve ku do të ketë ndryshime, si dhe do të votohen ministrat e rinj. Përkatësisht ministrat e ri do të zgjidhen në Ministrinë e Drejtësisë, Marrëdhënieve midis bashkësive, veçeverisje lokale, politikë sociale, demografi dhe të ri, si dhe në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit. Me rikonstruimin e qeverisë hiqet posti i zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë, të cilin deri disa javë më pare ka ushtruar Arben Fetaj, dhe e njëjti zëvendësohet me sekretar për qeverisje të mirë. Megjithatë, kryeministri Hristijan Mickoski ende nuk ka shpalosur se kush do të emërohet në këtë pozitë, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve nëse në këtë post do të vjen Dimitar Dimovski, i cili ka qenë i akuzuar në një rast gjyqësor. Mickoski tha se ai nuk e ka përmendur askund emrin e tij. Prvo, ja nikada ne kažem ko će biti to ko što će go. Së pari, unë askund nuk kam thënë se kush do të jetë personi që do ta drejtojë sektorin për qeverisje të mirë. Thash se ashtu siç do të kemi një sekretar që do të monitorojë zbatimin e programit qeverisë, do të kemi edhe një sekretar për qeverisje të mirë. Nuk do të jetë i njëjti person. Për Dimitar Dimovskin, si edhe për dhjetra e qindra njerëz nga qeveria më parshme VMLO-DPMNE-s, të cilët ishin objekti një përndjekje politike nga qeveria kriminale LSDM-s dhe BDI-s, e cila përdori programe speciale publike si mjet politik, kanë folur shumë herë në të kaluarën dhe nuk do ta komentoj më. Ndërkaq sa i përket plotësimit të vendeve të zëvendës ministrave të cilat do të mbesin të zbrasta pas rikonstruimit të qeverisë, Mickoski tha se ata do të zgjidhen në shtator. Ai tha se më 13 dhe 14 korrik do zhvillohet debat në kuvend për ministrat e rinj, më pas do të jetë rishikimi i buxhetit, pas shka deputetët do të jenë në pushim vjetor.